Avokat, mendoni që ngjarja e deshme mund të stepi dhe mund të bëj një hap pas le të themi të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët kur japin vendimet? Mund të jenë ata të friksuar nga kjo ngjarje tragjike e deshme? Nuk mendoj që janë të friksuar nga kjo ngjarje, sepse gjyqtarët e prokurorët e kanë marrë parasysh në momentin që ata kanë filluar shkollën e magjistraturës, kanë marrë titullin magjistrat. Kjo është problemi nga kjo situatë. Nuk jemi në një tunel që ka një hyrje, ka një dalje. Ne jemi në pus. Pus, pra kemi rënë në pus dhe nuk po shikojmë dritën në jeshile. Tu lidhet çfarë do të bëj ky shtet në lidhje me pasojat që solli kjo reformë. Do të filloj të minimizoj uljen e gjykimeve, të dosjeve, a të shtoj numrin e gjyqtarëve, a do të heq ligjin për magjistraturën, që kemi shumë avokatë të ardhur nga vendet evropiane apo ndërkombëtare, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë mbaruar sistemin juridik, arsimimin juridik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë rikthyer në Shqipëri, por i duhet shkollë magjistraturës për të bërë gjyqtarë dhe prokurorë. Jo, nuk veprohet. Duhet që edhe nga radhët e avokatëve të delegohen, të komandohen, të merren çështje. Për avokat të sqarojmë diçka, të lutem. Në rastin që ju thoni që duhet bërë ndërhyrje për reformën drejtësi, të shtojnë avokatë patjetër sepse atje funksionon me më pak se gjysmën e gjyqtarëve, me sa jam në dieni apeli në Tiranë, duhen shtuar edhe godina, duhet shtuar siguria, por këto reforma a lidhen faktikisht me vendimin se edhe nëse ky vendim do të ishte dhënë 2 vite më parë, 5 vite më parë, në vitin e parë kur është bërë kjo padi, rezultati nëse do të ishte i njëjtë, a do të ndikonte? Se nuk besoj se kjo mbetet çështje kohe dhe zvarritjes së gjykatës. Jo, çështje kohe kjo. Kjo çështje kohe që palët bën një vetgjysi. Nëse çështja do ishte gjykuar në kohën e caktuar, vendimarrja do të ishte në kohën e caktuar, nuk do të kishim këtë pasojë. Sado vendimi mund të ishte në interes apo kundra autorit të kësaj masakre që ka ndodhur dje në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë. Pra, koha tregoi edhe një herë që këto çështje mund ta sillin këtë pasojë. Këto mosgjykime apo këto vendimarrje të banuara apo këto shpallje në vendim, se mund të ndodhë që vendimi shpallet dhe ti e merr në dorë mbas një viti kur të arsyetojë gjyqtarin. Ose kemi vendimarrje të cilët e bëjnë studentët e magjistraturës. Bëjnë 35 faqe, 80 faqe vendim dhe nuk del fakti, sepse ashtu janë mësuar aty në atë shkollë. Por mendoj që momenti i tanishëm, që është momenti i rënd, duhet të dalë sa më shpejt nga kjo gjendje, sepse do kemi shumë pasoja të rënda nesër. Nesër me këtë lloj eshtje që ne bëjmë, nuk sjellim tjetër gjë përveç se pasoja kriminale të rrezikshme për rendin kushtetues, për jetën e qytetarit dhe për të ardhmen e këtij pushteti gjyqësor. Të dalë kryeministri, të zhveshi një gjyqtar, të zhveshi një prokuror nga kompetencat që ka pushteti ekzekutiv apo pushteti gjyqësor, nuk ka logjik. Nuk ka logjik. Ka instrumenta institucionale të cilat janë ato që duhet marrë. Por mendimi im është urgjentisht presidenti duhet mbledh Këshillin e sigurimit, është ai. Ministri i Brendshme duhet largohet me atë deklaratë që ka bërë. Nuk mund të thotë që ne institucioni që ruajmë rendin nuk kemi përgjegjësi, po kush e ka përgjegjësi? Ne avokatët e kemi përgjegjësinë. Ky personi me armë apo i jep një shoqëri private ruajtjen e objektit. Domthonë, një polici që ruan objektet që merr vetëm parat, nuk mundet të akuzojë për mbarvajtjet e gjykimit, për vonesat e gjykimit. Këto janë dy gjëra krejt të kundërta. Prandaj u them që kjo ministre e Brendshme është e papërgjegjshme. Me atë deklaratë që nuk e di e keni ju deklaratën apo jo. Po, e kemi parë për gjatë ditës së djeshme.